Vijojnë skandalet në Universitetin e Shkodrës, i rallës ka të bëjë me pagat për pedagogët dhe studentët e këtij universiteti. Tashmë është bërë fakt publik që pedagogët dhe studentët e Universitetit të Shkodrës nuk janë paguar që prej qershorit të vitit kaluar, një rast i paprecedent në historinë e Universitetit të Shkodrës, ndërkohë Senati i Universitetit ka miratuar vendimin që nga tetori i vitit të kaluar, pra kanë kaluar 6 muaj nga miratimi i Senat akademik. Gjithashtu po në këtë muaj është miratuar dhe në bordin administrimit të universitetit, i cili është përgjegjësi vetëm ekzekutiv për çështjet financiare dhe ekonomike të universitetit. Burimet e sigurta nga administrata deklarojnë se vendimi është pezulluar nga vetë rektori i Universitetit Tonin Gjuraj për pezullimin e pagesës së pedagogëve dhe studentëve, pjesë e komisioneve zgjallore për menaxhimin e zgjedhjeve. Sipas ligjit 8/2015 për arsimin e lartë dhe statutit të Universitetit të Shkodrës, rektori i Universitetit Tonin Gjuraj nuk ka asnjë kompetencë për të u shprehur pas vendimit të Senatit dhe të bordit të administrimit, çka nënkupton që çdo ndërhyrje ose prekje në vendimet e Senatit dhe bordit bie ndesh dhe thyen statutin e Universitetit të Shkodrës dhe ligjin për arsimin. Pedagogët kanë bërë kërkesa dhe ankesa të vazhdueshme për pagesën që i takon sipas vendimit të Senatit akademik dhe bordit të administrimit të Universitetit të Shkodrës. Çdo kërkesë e pedagogëve dhe studentëve ka rënë në vesh të shurdhër dhe rektori Gjuraj vazhdon të mbajtë një qendrim në kundërshtim me vendimet e Senatit dhe bordit, por dhe të ligjit të arsimit dhe kodit të punës. Ky qendrim i rektorit Gjuraj, ashtu si shumë qendrimet e mëparshme të tij, bie në kundërshtim me platformën e tij dhe premtimet zgjellore, të cilat ishin ligjshmëria, tradita dhe transparenca. Kaq muaj në drejtim janë shumë shpejt për të braktisur platformën dhe premtimet elektorale, deri në atë pikë sa ligjshmërinë e ktheu në kundërligjshmëri, sa traditën dhe praktikat e mira të universitetit i ka harruar dhe po i shkelmon çdo ditë. Transparenca është kthyer në terren informativ për universitetin. Pra Gjuraj thjesht bën propagandë për personin e tij në faqen e webit të universitetit dhe nuk pranon të jap llogari për punën e tij para organeve përgjegjëse si bordi dhe senati, si dhe pedagogëve që e mbështeten dhe votuan. Ai kërkon vazhdimisht bashkëpunëtor për drejtimin e universitetit, personat të cilët ndihmojnë në mungesën e transparencës, mosdhënies së llogarisë dhe kundërligjshmërisë.